Një tuf uqërish do t'ishte një pamje tmerruese për këdo, por imagjinoni të jeni një kal, krejtësisht I vetëm në mes të dëborës. Në historinë e sotme, nuk ishin uqërit ata që sulmuan, por ishte kali ai që la pamend fotografin me veprimin e tij të pashpjegueshëm. Kur 6 krerë grabitqarësh e rrethuan nga të gjitha anët, ky kal nuk iku me vrap dhe as nuk luftoi. Ajo që bëri më pas I ngriu gjakun dëshmitarve dhe I la uqërit të shtangur. Përgatituni të shihni anën e panjohur të këtyre kafshëve fisnike, nga nënat heroike deri te gjigantët e butë që kthehen në luftëtar të pamboshtur. Njerëzit shpesh mendojnë për kuajt si kafshë të turpshme dhe nervoze, por kjo nuk është gjithmonë e vërtet. Nën kushtet e duhura, shumë kuaj vërtetojnë se sa trimërisht janë në të vërtet, dhe kjo është saktësisht ajo që bëri kjo nën kal. Dashuria e nënës është një gjë e fuqishme, dhe nuk është ndryshe me kuajt dhe foshnjat e tyre. Në vitin 2015, lart në malet e Montanës, lindi një mështirë e quajtur Patriot, por ai nuk pati një mirëseardhje të ngrohtë apo të lehtë, dhe nëna e tij nuk pati asnjë moment pushimi para se të hidhej në veprim. Momente pas lindjes, nëna e Patriotit u detyrua të mbronte të përslindurin e saj. Mështjera as nuk mund të ngrihej ende në këmbë kur një grup stalionësh, meshkuj të egër Mustang, u shfaqën papritur. Pavarësisht se sa po kishte kaluar dhimbjet e lindjes, Maza hyri menjëherë në modalitetin mbrojtës. Kuajt e egër u përpoqën të pretendonin zonën dhe nuk u tërhoqën. Në pamjet video, ju mund të shihni nënën duke rrotulluar mështirën e saj, duke e ruajtur atë nga çdo drejtim në rast se një nga 5 ose 6 stalionet bënte një lëvizje. Kur u afruan shumë, ajo u hodh mbi njërin prej tyre, duke e kafshuar, shtyrë dhe duke bërë gjithçka që mundi për t'i mbajtur larg. Ajo u pozicionuar midis foshnjës së saj dhe stalionëve, duke I kthyer shpinën atyre për t'i goditur me shqelma nëse ishte e nevojshme. Edhe pse ishin më shumë në numër, ajo nuk ndaloi kurrë së luftuari për të mbrojtur të voglin e saj, as për një moment. Fatmirësisht, stalionët përfundimisht u lodhën duke u përpjekur, vetëm 2 mbetën në fund dhe madje ata hoqën dorë kur ajo I përzuri. Ndoshta ata e kuptuan se thjesht nuk ja vlente. Bravo mamas! Çfarë force dhe guximi mahnit shtregoi ajo, veçanërisht vetëm pak minuta pas lindjes. Kuajt janë vërtet të fortë. Një kal heroik madje shpëtoi pronarin e tij nga një kojote e egër, por nuk janë vetëm kuajt e tjerë ata që mbrojnë. Nëse nuk keni pasur kurrë një kal, mund të jetë e vështirë të imagjinoni se sa I thellë mund të jetë ai lloj lidhjeje. Por Robert Beniti Jr. e di mirë se sa besnik dhe trim mund të jetë një kal. Scotty ishte një gjigant I butë, 14 vjeç në kohën e incidentit. Ai njihej nga të gjithë për natyrën e tij të qetë. Scotty kishte kaluar shumë vera më duke urthuar në një kamp fëmijësh që e donin të gjithë. Roberti ndoshta nuk e kishte imagjinuar kurrë se kali kishte qoftë edhe një kockë agresive në trupin e tij, derisa ky moment I papritur e vërtetoi të kundërtën. Ndodhi herët në mëngjes. Roberti ishte larguar nga shtëpia për të vizituar fermën e vllajt të tij, Old Moon Farm, duke planifikuar vetëm të ushqente kuajt e familjes. Por nga hiçi, një tuf me 5 kojota të egër dhe uritur u shfaqën për të turrur drejt burrit 65 vjeçar. Ato erdhën me shpejtësi të plot, gati për të sulmuar. Roberti kishte vetëm shkopin e ecjes dhe nëse e rrethonin, kishte pak gjëra që mund të bënte. I ngrirë nga frika, ai papritur vuri re Scottin besnik, duke kulluar pranë një porroji. Duke thirrur për ndihmë, Roberti u lut që kali I madh të përgjigjej. Dhe ai e bëri. Scotty u nis përpara me galop, duke u vendosur midis Robertit dhe kojotave. Ai nuk hezitoi. Kali u ngrit në 2 këmbët e pasme, goditi me shqelma dhe fshiu me zë të lartë, duke u përpjekur të tremte kafshët e egra. Së shpejti, 3 kuaj të tjerë, Danny Boy, Levi dhe Cody, vrapuan dhe formuan shpejt një rreth mbrojtës rreth Robertit. Momente më vonë, Blue, një tjetër kal trim, I u bashkua grupit. Por edhe me grupin e bashkuar të kuajve, kojotat nuk u tërhoqën. Njëra u hodh drejt tyre, por Danny Boy reagoi shpejt, duke e goditur mbrapsht me shqelm. Megjithatë, grabitqari vazhdonte të vinte. Ai ngriti dhëmbët, hungëriti ashpër dhe u hodh përsëri. Scotty u rrotullua dhe e goditi me një shqelm të fuqishëm, dhe më pas Levi e ndoqi me një goditje në kokë, duke e rrëzuar kojotën për tokë. Tufa e kojotave vendosi ta provonte fatin diku tjetër dhe u larguan me vrap. Roberti u mahnit veçanërisht nga guximi që tregoi Scotty. Ai nuk e kishte parë kurrë këtë anë të kalit më parë. Kjo tregon se edhe kuajt më të ëmbël dhe më të qetë mund të bëjnë përpjekje të mëdha për ata që kujdesen.
Përpara se të kalojmë te historia e ujqërve, bëni like këtë video dhe bëhuni subscribe për të mos humbur asnjë nga historitë tona të pabesueshme. Tani, le të dëgjojmë për kalin që u gjëndi rrethuar nga 6 ujqër të egër. Çfarë bëri ai që e tmerroi fotografin aq shumë? Një fotograf i natyre kishte qenë duke filmuar një tufë ujqërish të egër që vraponin nëpër peizazhin me dëbor. Por pastaj ndodhi diçka krejtësisht e papritur. Ndërsa vëzhgonte ujqërit, fotografi mbeti i shtanguar kur pa një kal që i afrohej guximshëm tufës, me sa duket pa asnjë shqetësim. Siç mund ta dini, ujqërit janë grabitqar kulmor. Ata mund të jenë jashtëzakonisht të rrezikshëm, veçanërisht në grupe. Nga ana tjetër, kuajt zakonisht konsiderohen si kafshë që tremben lehtë dhe ikin me vrap. Pra, ishte tronditse ta shihje këtë kal të ecte drejt tyre pa hezitim, totalisht i relaksuar. Pse një kal do t'i afrohe vullnetarisht një tufe ujqërisht të egër? E po, për shkak të pishteve brutale të dimrit, ushqimi ishte bërë i takut. Kali vuri re një copës të vogël bari pranë ujqërve dhe pa një mundësi që nuk mund ta injoronte. Kali eci me qetësi dhe filloi të kulloste pranë tyre. Tufa, e habitur nga guximi i tij, nuk reagoi ashtu siç do ta prisnit. Fotografi tha se ata thjesht qëndruan dhe e shikuan, qartazi të konfuzuar. Madje disa nga ujqërit u tërhoqën kur kali u afrua më shumë. Dhe tani vjen pjesa më e pabesueshme. Çfarë bëri saktësisht ky kal që e tmerroi fotografin aq shumë? Ndërsa ujqërit filluan ta rrethonin, duke e bllokuar kalin nga të gjitha anët, arratisja dukej e pamundur. Kali dukej se e dinte këtë, kështu që në vend që të panikohej, ai e mbajti kokën poshtë me qetësi, duke i injoruar plotësisht grabitqarët. Pastaj, nga hiçi, kali bëri diçka absolutisht tronditse. Ai u hodh në tokë dhe filloi të rroturohej në dëbor si një këlysh lozonjar dhe pa asnjë kokqarje. Ai godicte dëborën me këmbë dhe hidhej me gëzim në mënyrën më të papritur. Ndërsa ai luante, tufa e prejes 6 ujqërish thjesht qëndronte aty plotësisht e shtanguar. Ata nuk lëvizën fare, qartazi të pasigurt se çfarë të bënin. Reagimi i tyre i vetëm ishte të dridheshin kur kali aksidentalisht hedhte pak dëbor në drejtim të tyre. Pas 1 minute të kësaj shfaqjeje bizarre, kali u ngrit me qetësi dhe vazhdoi rrugën e tij, sikur nuk do të kishte ndodhur asgjë. Ky kal ishte jashtëzakonisht fatmlot që u largua nga ai takim pa një gërvisht. Ndoshta ujqërit sapo kishin ngrënë, ose ndoshta ishin shumë të shokuar për të ditur se si të vepronin. Sidoqoftë, kjo funksionoi në favorin e tij. Mësimi këtu: kuajt janë shumë më të fortë dhe më të paparashikueshëm nga sa mendojnë shumica e njerëzve. Pyetje për ju: cila nga këto histori ju mahniti më shumë? Guximi i mamës, besnikëria e Skotit, apo lojrat e qendra të kalit me ujqërit? Na shkruani në komente. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni të bëni like, subscribe dhe aktivizoni notifikimet që të mos humbni asnjë nga historitë tona të pabesueshme. Shihemi në videon e radhës.